Momentin e parë që ne humbim diçka, qoftë ajo humbje materiale, qoftë ajo humbje shpirtërore, qoftë ajo humbje njerëzore, aty fillon dhe ndodh një proces i humbjes, i cili është i njëjtë, si për fëmijën, si për të rriturin. Faza e parë është shoku dhe mohimi. Edhe nëse një shumë parasht ka humbë, fillimisht kap një shok, çka ndodhi, çysh ndodhi, pse mu. Brenda teje zhvillohet një lloj ankthi, një lloj shoku emocional, psikologjik dhe fillon me mohu ato çka të ka ndodhur se nuk të besohet. Pas kësaj fillon faza e zemrimit. Fillon e zemrohesh me veten, pse ndodhi, çysh lejove me ndodh, a ke mujt me bë diçka në këtë rast, fillon me fajsu veten, nëse humbja ka qenë njerëzore, kemi pa shpesh raste që nëse ke qenë i përfshirë në këtë proces, ke mujt nashta me ndalu, ti fillon me i bë nëse te kisha bë, mos te kisha bë, te kisha ndalu, ti kisha thënë ashtu, ti kisha thënë kështu, fillon me i bë 100.000 pyetje, bojnë ty mos me besu, mos me dash me pranu realitetin e ri në të cilin ndodhesh. Pastaj fillon një fazë depresioni, cilën ti ki me shfaq ose me agresivitet, ose ki me umbyll në vetë. Kur kalon edhe kjo fazë, dush mu pajtu. Vendos me u ballafaqu me të vërtetë. Edhe nëse është krejt fush një njëti proces, kështu ndodh edhe me fëmijën. Qan dhe për një moment ndalet. E kupton që nuk i përgjigjet kërkosh të qarave të tij. Edhe ti e pranon realitetin e ri që jeta jote në këtë moment është pa atë që ti ke humbur.